Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu pranë jush me lajmet më bombastike, në fakt me komente që bëhen, se tani nuk është se ka shumë lajme për personazhet publik, por ka komente. Dua të ndaloj pak te Kiara Tito. Kiara Tito, siç duket, është në shënjestër nga personazhet apo nga fansat, të cilët në një farë mënyrë edhe nuk janë fansa, duke shkruar komentet e neveritshme dhe fansat e mi që njëkohësisht janë dhe fansat e Luizit edhe të Kiarës, sepse kemi pothuajse fansa të njëjtë, janë në siklet kur lexojnë kështu komente, domethënë që kanë të bëjnë me vlerën që Kiara ka dhe mundohen që ulin këtë vlerën. Tani, ju të gjithë mund të thoni që Kiara këto gjërat i bën për fytyrë. Kiara asnjë gjë në raport me Luizin, me historinë me Luizin, me dashurinë me Luizin, nuk e bën për fytyrë. Ajo e ka komplet këtë marrëdhënie dashuri. Kiara është duke jetuar historinë e bukur të saj të dashurisë, është duke shijuar historinë e bukur të saj të dashurisë dhe është duke kontribuar në familjen e saj. Unë e them histori dashurie sepse Luizi dhe Kiara që në ditën e parë kur ato të dy janë takuar, ato vazhdojnë edhe sot që janë bërë me fëmijë dhe që po bëjnë plane dhe të presin edhe fëmijën e dytë, ato vazhdojnë edhe sot të na sjellin emocione dhe pozitivitet, na sjellin dashuri, na sjellin histori të bukur. Dhe në këtë rast, Luizi dhe Kiara din vërtet të na bëjnë për vete në çdo gjë. Jam këtu për ju për të komentuar mbi raportin që Kiara ka me vjerën e saj. Do të thënë është një raport që komentohet edhe përflitet shumë. Kiara raportin me vjerën e ka shumë natyral edhe shumë të vërtet. Unë nuk e shoh si një raport të stisur, nuk e shoh si një raport për klikime, por unë nuk e shoh kontributin e Kiarës në familje si një raport për klikime, por e shoh si një raport të vërtet, e shoh si një histori të bukur që vërtet një nuse dëshiron të kontribon në familje. Unë mendoj që Kiara fillimisht u tregua njeri dhe e nxori anën e saj dhe filloi ta respekton shumë familjen e Luizit. Andaj, për ato të cilët kanë inat dhe që kanë xhelozi kundërdrejt kësaj familje, mua më vjen shumë keq. Unë po u them me shumë zemër që raportet janë shumë të bukura në të dy anët familjare, do me thënë si nga Luizi me familjen e Kiarës, si nga Kiara me familjen e Luizit, do me thënë janë raporte korekte dhe e bëjnë që këtë histori, e bëjnë që kjo histori të bëhet edhe më e bukur, të merë më plot jetë edhe të merë më shumë ngjyra. Andaj për të gjitha ato thashethemet që fliten për Kiarën dhe Luizin, më besoni janë thashethemet të rreme krejtësisht.